shumë zyrtar. Dhe Reni Sysa, një djalë 15 vjeç, më ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme. Pasi kur i ra kundërshtari edhe me 3-4 ndeshjesh, këtu nuk ishte përvojën e dur, i ra nga Ukraina, sportisti Ukrainës 35 ndeshje. Mendoj pak që ka lind palestër. Edhe këtu u thya ajo barrierë, edhe i thash Renis, pasi biseduam në një kafe, se jemi bashkë, ne jemi shumë shok bashkë, i thash. Unë nuk ta kam thënë ndonjëherë, je miku im më i mirë. Që kam bërë, ne nesër kemi ndeshjen edhe çdo që të ndodhi ne do jemi prapë bashkë. Por jam i sigurt për një gjë, i thash. Mua më duket se ti je gati edhe do fitosh ndeshjen, se përgatitjen e ke bërë shumë të fortë. Sportisti jo fitoi ndeshjen dhe me mendim unanim. Dua të them, nga disfata ose nga mendimi, mentaliteti i ndryshuar për shkak të mos eksperiencës, emocioneve dhe mos pasi se po ai arriti që të fitonte një ndeshje shumë të vështirë.